Po ne jemi shteti fuqishëm, po ne kemi politikan më të ditur se gjithë bota. E dëgjuat marrëveshjen që bëri me ambasadorin e Indis. 1300 indian janë të punësuar dhe janë të stabilizuar në Shqipëri, po do vinë shumë të tjerë. Do me thënë, Amerika punon fuqishëm për të marrë elitën e Shqipërisë, për të marrë dijen të gjithë personat që kanë një arsim të lartë në Shqipëri, i merr. Evropa merr krahun e punës dhe merr pothuajse gjithë shqiptarët në çdo vend të Evropës, i preferojnë më shumë sepse janë njerëzit që janë punëtor, janë njerëzit që integrohen, janë njerëzit që kanë aftësi të rriten në punë dhe në biznes. Kurse ne lidhim kontrata me vendet e treta për ta ripopulluar Shqipërinë. Shqiptarët e diasporës presin që politika shqiptare t'i jap portat dhe t'i rikthej bitë e vetë në Shqipëri, këta na marrin Indian, Pakistan e dreqi e shejtan. Mirë jemi, në rrugë të duhur jemi. Bravo i shoft juve që vazhdoni akoma t'i mbani këta politikanë. Bravo.